Zhvillohet mbledhja e kryesisë së Forumit Rinor të Partisë Demokratike Dega Vlorë, një takim me rëndësi të veçantë për analizën dhe devijimin e angazhimit politik të rinjve demokrat. Në këtë mbledhje të pranishëm sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë Flamur Noka, koordinatori për mbikëqyrjen e procesit zgjedhor dhe analizës Aurel Bylikbashi, si dhe deputeti Bujar Leskaj. Në fokus të diskutimit ishte analiza e zgjedhjeve të 11 majit 2025, ku Forumi Rinor i Vlorës ka dëshmuar një rol të jashtëzakonshëm, energjik dhe të pandërprer gjatë gjithë fushatës elektorale, duke u konfirmuar si një nga strukturat më vitale dhe më aktive të Partisë Demokratike Dega Vlorë. Të rinjtë dhe të rejat e Forumit Rinor kanë qenë shtylla mbështetëse e çdo organizimi politik në Vlorë, pjesë e pandar dhe konstruktive e çdo angazhimi të Partisë Demokratike, si në teren ashtu dhe në procesin e analizës së brendshme. Prania e tyre ka qenë e vazhdueshme në çdo rajon dhe njësi administrative, duke reflektuar përgjegjësi për kushtim dhe vizion politik, u shpreh deputeti Bujar Leskaj. Në fjalën e tij, Leskaj shprehu mirënjohjen e plot për punën, vullnetin dhe kontributin e vyer të rinjve të Forumit Rinor, të cilët përfaqësojnë një model të lartë integriteti, serioziteti dhe angazhimi qytetar. Ai theksoi domosdoshmërinë e vijimit të punës së deritanishme dhe forcimit të mëtejshëm të Forumit Rinor me të rinj energjik, të motivuar dhe të gatshëm për të kontribuar aktivisht në radhët e Partisë Demokratike. Kemi zhvilluar një analizë përmes 10 takimeve që kemi bërë në rajonet e qytetit dhe në njësitë administrative të bashkisë Vlorë, por unë e konceptoja që nuk mund të quanim zhvillimin e takimeve dhe të analizës pa mos u takuar me ju, me ekipin tuaj, i cili ka qenë një forcë e fuqishme gjatë fushatës dhe shokët dhe miqtë tuaj, gjatë fushatës së zgjedhjeve të majit 2025, në mbështetje të kandidatëve të Partisë Demokratike. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka vlerësoi rolin dhe kontributin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike në Vlorë, duke nënvizuar se të rinj demokrat vlonjat kanë qenë gjithmonë të përfshirë në çdo organizim të Partisë Demokratike. Në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë Flamur Noka u bëri thirrje të rinjve që t'i bashkohen masivisht protestës kombëtare të datës 24 janar. Në përmbyllje të takimit së bashku me të rinjtë e Forumit Rinor, vendosëm që brenda pak javësh të organizojmë një takim më të gjerë, më gjithëpërfshirës me të rinjtë me synimin e zgjerimit të angazhimit politik dhe forcimit të strukturave rinore të Partisë Demokratike të Vlorës.